Një prej pasurive më të rralla të Shqipërisë, ndoshta Bibla më e vjetër, Një prej pasurive më të rralla të botës, një prej 5 biblave më të vjetra perandorake në botë, një prej 5 biblave perandorake më të vjetra në botë, Pra, brenda kjo kasaportës më të sigurt të Shqipërisë, me temperaturë dhe lagështirë të bërë, futemi brenda, mbyllet dera e jashtme me kod. Bibla më e vjetër perandorake në botë, Bibla më e vjetër e digitalizuar në botë, pjesë e Bibliotekës Universale të UNESCO-s. Është Kodiku i Beratit. Kodiku i Beratit është pjesë e listës trashëgimisë universale të UNESCO. Pse është kaq e rrallë? Kur është bërë Kodiku i Është Beratit? bërë mes shekullit të 6, vitet 550, ne si shqiptar duhet jemi krenar shumë fisht. Pra është 1500 vjeçare. Të 5 bibla më të vjetra perandorake në botë janë porositur nga një ilir, Justiniani. Janë bërë për të. A janë bërë për Janë Justinianin? bërë për të. Ai ka shpërndar këto, një ndër vendet ku i ka shpërndar mund të jetë Ohri dhe më vonë ka përfunduar në Berat, sepse është periudha që është Justiniana Prima, mundet të jetë e kryepiskopatës më të Ohrit, mundet të jetë Justiniana Prima, gjithsesi është në territore të cilat dhe sot banojnë nga shqiptar dhe ka përfunduar të paktën prej shekullit të 12 që jemi të sigurt që ka qenë në Berat. Dhe konsideroj pra prej vitit 1100 ka qenë në Berat. Ku gjet në Berat? Konsideroj si një ndër artefaktet më të rëndësishme, e dinin në Berat Këshilli Kishtar banorët që ruanin një trashëgimi të madhe botërore, është zbuluar pastaj së fundmi në pas vendosjes së ateizmit, sepse plejësia kishtare kishte 40 vjet që e ruante në radhë parë dhe është gjetur brenda në një nën te Muzeu Onufrik që është sot, që ishte katedrali e Beratit, është vendi ku është gjetur, kushdo që mund ta vizitojë. Për 50 vite me radhë e kërkonin pushtuesit austro-hungares, e kanë kërkuar pushtuesit italian, e kanë kërkuar pushtuesit gjerman, e ka kërkuar regjimi komunist dhe plejësia kishtare dhe banorët nuk e dhanë në mënyrë që ta ruajnë. Derisa u gjet Fatmirësisht sot e kemi si padyshim do shkrimin më të rëndësishëm tonin shqiptar dhe një prej do shkrimeve më të rëndësishme një prej pasurive më të mëdha të botërore, thot Arditi, po është e mbrojtur, keni parasysh, është komplet në fletë pleksiglasi, pra nuk preket dot, është brenda dhe është një prej pasurive më të rralla botërore. Arditi, do e fusësh prapë në patjetër. Ta vendosim në vendin e vet, ne mund të dalim nga kjo kasafort. Vetëm pasi të futet ajo brenda, mund të hapim derën. Edhe këtë s'jemi të sigurt. Të them se zam hapur.